Qëre, se çdo, kjo nuk ka ndodhur veç te artistët, po ka ndodhur në çdo lami. Po. Nëse i shihmë na fotografitë e para luftës, fotografitë e viteve 60-70, kena po që xhamia ka qenë kryesisht me plisa. Gjithë. Edhe rinia nuk është që janë shku, se ata kryesisht kanë pas më marrë tani me punë ashta fizike matrona, po edhe normalisht ka mungu vëdësimi. Sot, shqyqër prej Zotit, është mënyra e informimit është shumë e shpejtë, është më e kollajshme, është më gjithçka. Edhe ka ndodhur u zu tash rinia shumë. Edhe në çdo profesion ka ndodhur edhe te na. Ma herët gjeneratat ma herë kanë pas pak ma vështirë me thy pak çat tabu, po ka pas edhe prej atyre aktorëve që kanë qenë shumë pak, nashta këtë komunitetin artistik kanë qenë 2-3, edhe që e kanë mojt edhe e kanë shty me gjëks këtë farë pune. Kur kemi orë na, si një gjenerat pak ma re, na e kena pas pak ma letë. Një pas përgatitë një pak ja ka fillu pak aja rruga më të rasu. E sot, shqyqyr prej Zotit, po që është ma e mirë, është që për një me na jena edhe të lidhën, përveç që na lidhë profesioni, tash na lidhë edhe feja, edhe jemi të në kuhën bashkë, pavarësisht a jena asina në projekte, për me këta djemë të ligjikonomisë, me Dardanin që është të Gjaku Shpia, me është ai Shkumbini edhe që ka qenë të hetësia, do më thonë na e kena një grupë që nuk shka 1 orë, 2 orë pa u shkrujt, pa alquna i fore. A keni qenë numre jo? Une jo. Ta kanë qenë duket gjithë, një pjesë e madhe për mënej? Po, kanë qenë, Albanis ka qenë halo, asone, as Shkumbini, une, inshallah, me lejnë Allahot, me nëntor pres më shku tash. Pas ka ardhë vëkti. Këto pra gjykimet që janë të në shoqërinë kosovare dhe me gjerë, hala vazhdojme që janë nalë pak, për shembull në si e fetari i prapambetër ose në si e fetare prapambetër. Ne për shumë i që kemi deputete me shamin konvent, kemi pozita të larta në institucione ndryshme, kemi edhe aktorët, si që një dhe të tjerët që fetaria nuk pëllem rapa, po vazhdoj dhe përjenë ma sukseshëm se sa do që din me folë se me thonë që feja është opiume, të thash, që din me shkretu ka herë. Po ai që ka kuptu fejnë mirë, besoj që e din saktësisht që feja jo që ndalen, po feja është ajo që shtyën për me pas sukses. Këto mendimet është e vërtet që ekzistojnë, ma herët kanë ekzistu shumë ma shumë. Menoj që kanë ardhë dhe kanë metë nashta prej kohës të komunizmit. Janë të shigu. Në kohë ku prind tonë ma herët me arsye, nuk i kanë lënë fëmijët me shku në shkolla, për shkak se që kanë mësu në ato shkolla. Edhe mendoj që tash ka disa individ që vazhdojnë me i qu për para këto ide. Po shqyqyr Zotit tash senet kanë ndryshu, po dëshmohet e kundërta. Sot kemi mjek, kemi arkitekt, kemi artista, po ka dhe këngëtar, po... Po kemi plot.